Kapitulli 6. Kush nga ju, kur ka ndonjë mosmarrveshje me një vëlla tjetër besimtar, guxon të kërkojë të gjykohet para të padrejtëve dhe jo para besimtarëve të krishterë? Apo nuk e dini se këta do të gjykojnë botën? Nëse ju do të gjykoni botën, a nuk mund të gjykoni gjërat më të vogla? A nuk e dini se ne do të gjykojmë ëngjëjt? Atëre, si nuk mundevi të gjykojmë çështjet e jetës së përditshme? Nëse keni për të gjykuar çështje të tilla, ju shkoni e caktoni si gjykatës më të papërfillshmit të kishës. Le t'ju vijë turp për këtë që po them. Nuk paska asnjë të urtë ndër ju që të mund të gjykojë një çështje me së vëllezërve besimtar. Besimtari çon në gjyq besimtarin dhe madje para jo besimtarve. Gjyqjet që keni me njëri tjetrin dëshmojnë se keni dështuar. Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë padrejtësi? Përse nuk pranoni që më mirë t'ju bëjnë dëm? Përkundrazi, ju vetë u bëni padrejtësi dhe u shkaktoni dëm të tjerëve, madje edhe vetë vëllezërve besimtar. Apo nuk e dini se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u mashtroni, as kurvarët, as idhujtarët, as ata që bëjnë tradhti bashkëshortore, as të zhburëruarit, as meshkujt që shkojnë me meshkuj, as vjedhësit, as lakmitarët, as pianecët, as shpifësit, as zhvatësit, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Dhe të tillë ishit disa prej jush, por u lat, u shenjtëruat dhe u bë të drejtë në emër të Zotit Jezu Krisht dhe nëpërmjet shpirtit të Perëndisë tonë. Disa thonë, gjithçka më lejohet. Po, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por unë nuk do të sundohem nga asgjë. Thonë edhe, ushqimi është për barkun dhe barku për ushqimin. Por Perëndia do ta shkatrojë edhe barkun edhe ushqimin. Trupi nuk është për kurvëri, po për Zotin dhe Zoti për trupin. Perëndia do të na ngjallë edhe ne me fuqinë e tij, ashtu siç ngjalli Zotin. A nuk e dini se trupat tua janë gjymtyrë të Krishtit? Ti marr pra gjymtyrët e Krishtit e ti bëj gjymtyrë të lavires? Larg qoftë. Apo nuk e dini se ai që bashkohet me një lavire bëhet një trup me të? Sepse shkrimi i shenjtë thotë që të dy do të jenë një trup i vetëm. Ai që bashkohet me Zotin bëhet një shpirt me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat tjetër që bën njeriu është jashtë trupit, ndërsa ai që kurvëron mëkaton kundër vetë trupit të tij. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Shpirtit të Shenjtë, që është në ju dhe që ju dha Perëndia, dhe se ju nuk i përkisni vetes tuaj? Perëndia ju bleu me një çmim. Përlëvdojeni pra Perëndin me trupin tuaj.